Në Kosovë ka shumë fshatra me histori të pasur, tradita dhe njerëz të dalluar. Por është një fshat në komunën e Suarekës që mban një veçanti, e cila rrallë mund të gjendet diku tjetër. Gjinoci është fshati që i ka dhënë Suarekës 2 kryetar komune. Fillimisht Doktor Sali Aslanajn dhe sot kryetarin aktual Zotri Bali Muharremajn. Një rast që e bën këtë vendbanim të veçantë dhe sipas shumë kujt unik në Kosovë. Por historia e Gjinocit nuk përfundon këtu. Ky është një fshat me traditë, me njerëz punëtor, me bujqësi zhvilluar dhe me një komunitet që ndër vite ka dhënë kontribut në arsim, kulturë, sport dhe jetën institucionale të Suarekës. Si arriti një fshat të nxjerrë 2 drejtues të komunës së Suarekës, cilat janë vlerat që e kanë dalluar Gjinocin ndër vite, çfarë sfidash dhe synimesh ka sot ky komunitet? Për Hisari Online, sot do sjellim një reportazh nga Gjinoci në bisedë me kryetarin e fshatit Sali Sallahaj. Gjinoci është një fshat punëtor, një fshat që mirën edhe me bujqësi, mirën edhe me janë të njohur edhe në laminë e tregtisë, prodhimtarisë. Është një fshat punëtor, është një fshat i madh, është një fshat që ku një pjesë të madhe edhe ka gyrbexhi, mërgjimtarë, të cilët jetojnë atje, punojnë, veprojnë. Një fshat i rregulluar me infrastrukturë të mirë, kanalizime, ujësjellësin e ka një pjesë dërmuese e fshatit. Rrugët janë të rregulluara, infrastruktura është në gjendje të mirë, shkolla më veç pushimet është e re. Tjera gjëra është shtëpia e plezhve këtu në fshat që është fshati Gjinoc është i njohur në këtë Kosovën dhe në trevën e shqiptarisë me shtëpinë e plezhve që është një investim i madh i shoqatës Jetimat e Ballkanit në bashkëpunim me Komendin Komunal Suarekës. Fshati Gjinoc banor i ka diku rreth 4000 banor. Po flas sipas dhënave të Bashkisë Islame në Suarekë. Se këto regjistrimet e reja që janë bë, nuk i dim saktë, por ndryshe Bashkia Islame e ka numrin e saktë banorëve, dikon 3700 deri në 4000 banor janë rezidencë, nuk e di sa janë, por me mërgjimtare fjala, dikon rreth 4000 banor janë. Vlerat kryesore të fshatit është një fshat i rrafsht, njerëzit janë të mirë, njerëzit janë punëtor, po mënoj të pak dhe unë kështu, edhe pse jam nga ky fshat, po ka pas kuadro të mira në Gjinoc, siç e dim na kemi pas 2 kryetar komunës, 2 kanë qenë edhe ish deputet parlamentit Kosovës, edhe ka njerëz që mirën me punë tyne, me biznesit tyne, duke filluar nga më të ndryshmet edhe ndoshta më të suksesshmet në komunën e Suarekës. 2 kryetarë, 2 kandidat për kryetar kanë qenë, siç e cika më herët, edhe deputet parlamentit Kosovës, kanë qenë edhe ish ushtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz të ndershëm, janë njerëz punëtor, nga vetë fakti që kanë fituar zgjedhjet, domthon Sali ka pas 3 mandate, Sali Aslanaj, Balia tash është mandati i tretë, vetë që po bëhen 6 mandate që i ka Gjinoci, që udhëheq njerëz të Gjinocit, që udhëheq në komunën e Suarekës, po duke i falendëruar edhe të tjerë që i kanë votuar, po janë shumë të mirë, pasi që edhe kanë marrë vota, janë njerëz të mirë, janë njerëz, me një fjalë do të më mburr Gjinoci për këta persona. Gjeneratat e reja e kanë rrugën Qel, shembullin e kanë fshat vetin, po a në ngojnë as në ngojnë ata e din vetë, përndryshe është shumë lehtë, është një shembull shumë i mirë që Sali Aslanaj, Bali Muharremajn kanë qenë deputet, kanë qenë ushtar të ushtrisë shërimtare, kanë qenë kryetar të komunës, edhe ata e dinë fort mirë vlerën e një kryetarit, e një deputetit, e një ushtarit, me marrë shembull për mirë e kanë shumë afër. Nga komuna janë shtru pothuajse gati të gjitha rrugët kryesore që lidhin, po edhe rrugë të lagjeve janë të rregulluara, kanalizim janë shtru dikon 900 metra janë qitë me një pjesë ku ka pas mungesë kanalizimi, janë shtru rrugë që e lidhin Gjinocin me Shirokën, është në përfundim rruga,
rrugë që i lidhin fshatin me rrugën kryesore. Për momentin fshati jonë i ka 6 rrugë kryesore në fshat që hynë të asfaltume. 6 hymje i ka. Që banorët e kanë pak problem, një pjesë e banorëve e ka pak problem ujin e pishëm, në kohët në zeta dikon pej funit që ti mujt qeshorit, korrikit edhe gushtit, po kjo është punë kur s'ka të reshra, s'ka as ujë. Që anë kohën ta thonë që nuk kemi ujë, po edhe nuk kanë një pjesë anë kohën edhe që nuk ju del kanalizimi se edhe fshati si fshat është i rrafsht, që na më herët u mburëm që është një fshat i rrafsht, një asi po për do kanalizime, për do tjera se ne është nështë pak ma e asi po të është edhe bosh se cila shpi që marohet dhe nuk mujna, së mund komuna mi njek me kanalizime. Këpak kem të lashtë me dëvërshime, po do të thonë ata që i kanë marru shpijat me podrume me këto, du të më kondosh me moment që mune mu bëdha faqu edhe me këto probleme, kemi të lashtë ka pak edhe me vërshime. Gjendja e infrastrukturës është shumë e mirë në fshat. Është shumë e mirë, nuk ka lagje që nuk ka rrugë të shtrume, nuk ka lagje që nuk ka mbi 90% lagjeve janë me ndriçim fshatit, edhe pse është shumë fshat i madh, po është me ndriçim. Kim kanë herë të lashme dhe drita nuk punojnë, po ato kur e kalojnë atë kohën e vjetërësisë, tashti edhe këto punë komunës nuk bëhen, paret në xhepe me shkumja si janë do të ndjera do që i presëm, po me gjithat si kemi pas te vonë, tash i kemi, edhe mas me na punu krejt në herë i rregullojmë, si fshat është, mujë me thonë që është shumë në gjendje të mirë. Po jo ty e llogarit që është kryetari i fshatit. Gjithmonë mos e llogarit nëse shumë do sene ne thot, hajtë se e krymë gjinosin se i kemi të fshatat tjera ma keq. Gjithmonë do balia ka, thot hajtë se e krymë gjinosin se i kemi të fshatat tjera ma keq, që mos na garnë keq me një fjallë. Blegtoria është dopt. Po flasë ku më problemi, blegtoria është koqe dopt. Nështë në krejt fshatin gjinos 2-13 shpi, a kanë që majnë lopë, jo që mirën. Bujqësia është diku një 200 hektar grun, janë vjetë, më thanë që janë konë 170 hektar grun, e së vjetë përthojnë që janë afer 200-ve. Në më bujqësia është zhvillohet, grun kryesisht mjellin, për veti bashkë që këto sener që i thojmë i mjellin shumisa e njerëzve, po kem ka pak edhe vreshta, kem ka pak edhe pem, kem një pjesë edhe orra kanë mjell, po në gjithat edhe njëherë po thënë që gjineusi janë si fshat punëtor edhe nuk i lanë anësh edhe këto që duhet mi pas një fshat. Në projektit për vitin 2027 i kemi përfundu, i kemi dhe rrugë në plan më ushtru, në gjinës, rrugë të vogla, rrugica të lagje. Projekti madhë që u krym 2026 është kjo rruga që e lidhë gjinosin me Shirokën. Projektet mbaja për momentin nuk kemi. Kemi edhe një rrugë që del ka xhamia e fshatit alënja, që tash nështë shkojnë edhe vizitojmë, që ka më ushtru ajo. Është rrugë u konë gjithmonë ajo, po aty pritet më hapë fshati, me dalë me shpia njerëzit, normal t'ju dhe zhenu fshati t'ju rrit punët, t'ju lyp investimet ma shumë. Këto janë investime që komuna do t'i presëm i ban, edhe po besoj që i ban. Po primare është kanalizimi edhe rruga, që këto dyja kanë me përfundu, po besoj në 2027. Diaspora në rolin në zhvillimin e fshatrit, shumica prej tyre kanë marru shpia, këtu në fshatrat, në gjinos. Edhe investime, do t'jem ka pak munor me investu, do investime mi ban, po nështë ata kanë përzgjedhë për jashta, nuk është këtu sikur atje. Shpia kanë marru, ambientet e mira i kanë bo për rrëth shpia, ajo është një përparësi që neve i lanë paret këtu. Janë të rregull në përpushime verës, me darsma me ato, janë këtu një farë pjesë që rritet edhe buxheti i fshatit, i komunës, i Kosovës, i krejtve. Unë e veç me një fjarë për përshkuj, është shumë i mirë, bre. Shumë i mirë është. Për gjeneratat e reja, mesazhi kryesor është që të shkollohen, ta kryjnë shkollën, të shkollohen, edhe të qëndrojnë Kosovë, mos dalin pi Kosovës. Pavarësisht që a gjojnë punë krejt, as gjojnë, unë nuk e di, po me shkollu një fëmijë 2-13 vjetë, 15 vjetë edhe me shku në Gjermani me punu një pjesë, koqë në Gjermani,
ose jashtë dikun me ja kushtu një punës shumë thjesht, tepi ju vjereni me një profesion të vetin, po dalin penzion. Kështu që nalin në Kosovë sa është mirë. Një qytetari i Kosovës për Gjinocin, do të me ditë që Gjinoci i ka dy kryetar, i ka pas dy ish deputet, i ka pas dy ushtarë të ushtrisë regjimtare shumë të mirë. Edhe tjetër është se e ka një shtëpi të plezhve që është në territor të Gjinocit, që i ka hap dyert për 200-300 apo 400 persona. Tash po flitet që janë mbi 200. Po edhe për 400 persona i ka, kjo nuk është pak për një fshat që është Gjinoci me lëshu, pa marrë parasysh investimet që kanë qenë çështës jetimat e Ballkanit, po është territor të Gjinocit, është midis Gjinocit, tash na shkojnë edhe këqyrum, është midis Gjinocit, edhe nuk ka pas asnjë vrejtje, asnjë kundërshtim, kërkush s'ka reagu kur gjë, veç apo bëhen ne të vjen, janë të mirë se ardhën, po besoj që edhe ata janë të kënaqur me fshatin. Po besoj që edhe ata janë të kënaqur me fshatin. Kto pe tham dy herë për arsye që e di që janë sigurt të kënaqur. Se dalin ata plesht shetitin e për Gjinoci, presin mirë, shkojnë gjymo, më falë do pi ty, ne vinë kafe pinë aty ku kem na, dalin kënina ka doni pinë kafe, edhe janë të kënaqur. Rrim unë me do shoqatës aty, domthonë nuk e kanë asnjë vrejtje, ata banorët e aty me banorët e fshatit Gjinoc. Sa i përket fshatit Gjinoc, fshati Gjinoc është fshat karakteristik, me fusha, me njerëz që kanë punuar gjithmonë dhe gjithmonë fshati Gjinoc është dalluar nga ekonomia në përgjithësi. Nëse ndalem me një historikisht, fshati Gjinoc është shumë i vjetër. Dikun daton nga vitit 1384, që nga krysobulat e Dushanit, e ma vonë në për vite, krahasimisht me krahasuar fshatin e sotëm. Në ato periudhat kaluara, fshati është tamam tipik një qytet miniatur. Fshatit sot nuk i mungon asgjë. Them thjesht kështu, këtë gjana që i duhen fshatit janë gjana anësore apo të thjeshta. Arsye se fshati pas luftës me organizimin ton fshatarëve ka organizuar dhe kemi shtruar rrugën kryesore të asfaltit nga rruga kryesore deri në skajin tjetër që lidhet rruga për Dobravë, me kanalizime, me rrugë të gjerë, me trotuare. Më vonë pas luftës, fshati elektrifikimin e ka pas, po është pasuruar edhe me elemente të reja të elektrifikimit, me ujësjellsin, me kanalizimin, me ndriçimin e rrugëve. Këto janë. Ana tjetër është bërë lidhja e fshatit me rrugën kryesore me 5 rrugë të asfaltuara. Lidhet me Dobravën edhe me rrugën kryesore në Suarek-Prizren. Shkolla e vjetër ka qenë mbi Gjinoc deri në vitin 1968. Vitin 68 është ndërtuar shkolla e re te rruga kryesore, ka qenë shkollë më moderne me gjitha pajisjet që duhet shkollë me laboratore me gjitha. Ajo shkollë ka qëndruar deri në vitin 2012, kur është ndërtuar objekti që është sot. Aspekti tjetër shëndetësor, sa i përket, ambulanca ka qenë edhe para luftës. Pas luftës ka shërbyer ambulanca që është karshi shkollës Gjinocit, ndërsa tash pikrisht vitin e kaluar është ardhur ambulanca e re dhe mjeku punon i përditshëm aty. Janë njerëz punëtor, njerëz që një pjesë kemi në gurbet, të gjithë këta kanë kontribuar vazhdimisht dhe kontribuojnë çdo herë i përgjigjen nevojave të fshatit, po gjithmonë në bashkëpunim me Kuvendin Komunal, i cili na ka ndihmuar vazhdimisht në gjitha aspektet, por bashkëpunim me popullin tonë. Po krahasimi me vitet e kaluara është çdo aspekt ndryshe. Qoftë aspekti i rrugëve, qoftë probleme tjera jetësore, kushtet më të mira, dikur toka është lavruar me ki, me qe, me kuaj, tash janë mjetet moderne, veturat, mjetet e udhëtimit janë ndryshe, domethënë gjithçka është moderne në fshat, edhe kështu është gjendja e fshatit. Problemi më i madh i ndihshëm i fshatit që është prokupim, jo vetëm i fshatit tonë, është mungesa e njerëzve të cilët në kanë ikë në margim. Fshati është zbraz nga banorët, i ndërtuar me shtëpi jashtëzakonisht moderne, me oborre të bukura të mira, mirë po varfëria e njerëzve është te masën e fshatin tonë.
jo vetëm fshatin tonë, në komunë edhe në përgjithësi në Kosovë. Më ndalë historikisht, edhe në këtë aspekt, ne kemi pas figurat edhe para Salijut, edhe para Baliut, që kanë qenë në vende udhëheqëse. Që në luftën gjatë viteve të luftës botnore, 41-44, ka qenë pikërisht njeriu numër 1 që ka shërbyer jo vetëm për fshatin, i fshatit tonë, Molla Nureddin Gjinauci, Haxhiaj, pa ka qenë edhe kryesari i komunës Suareke dhe antar i lidhjes 2 të Prizrenit. Prandaj nga aty vazhdimisht kemi pas figura vazhdueshme. Edhe para kësaj periudhës mes 2 luftë apo gjatë luftës 2 botnore ka qenë si figurë e njohur Sherif Hak Gjinauci. Ka qenë deputet në Parlamentin e ish Jugosllavisë, mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Rambllacës. Prandaj këto 2 figura kanë qenë qendrore, të cilat sot janë të njohura historikisht. Për Molla Nurën është botuar një libër mbi 350 faqe historiku bashkë me familjen e Sherif Hakut, sepse Molla Nura është nipi Sherif Hakut. Më pas luftës, me aktivitetet tona, ju kemi përgjigjë edhe luftës. Pikërisht edhe në luftë kanë marrë pjesë edhe Bali Muharremaj, edhe Salih Aslanaj, edhe unë kam qenë bashkë me ta, edhe jo që as Salihi, as Baliu nuk kanë shku kryetar në emën të luftës, po kanë shku në emën të zgjedhjeve të cilat i ka zgjedh populli me votat e tyre. Prandaj është një merit jashtëzakonisht e madhe që vazhdimisht ketë Suareka kryetar nga fshati Gjinauci. Po ata kanë bindjen time se Gjinaucit janë, po kur zgjidhen kryetar nuk janë vetëm Gjinaucit, po të janë kuvendit komunal Suarekës në përgjithësi. Andaj kam respekt ndaj të 2 personaliteteve, të cilat kanë kontribu para luftës, kanë kontribu në luftë, kontribojnë edhe tash. Po përmenda disa figura, kështu që do të përmendja një vlerë më e madhe, është ajo e luftës 2 botnore, është ngjarje historike që është shënuar në për arkiva, në dokumente, në libra, se në vitin 1941, një kompani serbe ka sulmuar Gjinaucin në prill të vitit 1904, në 13 prill. Edhe historikisht është e dhënë që sidomos familja Haxhiaj, aty ka qenë rrethimi i parë, kanë bërë një qendresë të jashtëzakonshme dhe kanë arritur me eliminu atë kompani. Ajo kompani është thy te lagja e Gjinaucit, sepse aty kanë luftuar 2-3 vllazër, Ahmet Haxhiaj, Xhem Haxhiaj, Molla Nur Gjinauci, edhe 2 vetë të tjerë të cilët kanë qëndruar mysafirë të Molla Nura, Nush Qerimi i Budakovës dhe Adem Voci i Samadraxhës. Janë historikisht figurat të njohura të cilët e kanë eliminuar, kanë thyer një kompani serbe e cila ka sulmuar Gjinaucin. Pasi s'kan mujt me hi me depërtu në lagjën Haxhiaj, të cilën e kanë rrethu, kanë kaluar në fshat dhe fshati është djeg tërësisht në atë kohë, edhe janë djeg 2-3 banor të fshatit kryesisht në lagjën Berisha, kanë djeg lop, kanë djeg shtalla, kanë djeg shtëpi, po fati që në njerëz, pos aty në 2 plesë, është vra edhe një Shaban Haxhiaj, cili ma vonë kanë lëshuar trullin për xhamin e fshatit Gjinauci. Merit tjetër është, kemi figurat të njohura, por merita tjetër është që, them sinqerisht, ju kemi përgjigjë luftës vitit 98-99. Kemi organizu, në kanë ndihmuar edhe gurbeçarë shumë, kemi shku në Shqipëri, kemi ble armatim, edhe me ato armatime kemi marrë pjesë në luftë. E thamë me plot përgjithësi se ka pas shumë luftetarë, edhe është në fatkeqësi e themi një fjalë që fshati Gjinauci ka pak njerëz të vrarë gjatë luftës. Kushtarë nuk kemi asnjë, ndërsa viktima ka. Sazan Hazire, para ngjarjeve vitet e 90 demonstratat ku kanë është vra edhe dëshmori Nebi Aslanaj. Këto 2 figura dhe Sazani janë vra prej dorës serbët në këto periudha vitet 90 dhe gjatë luftës së fundit.